all the films in one radio show. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies. Do të jemi së bashku për plot 1 orë nën tingujt e kolonave më të bukura zanore, nën vlerësimet, mendimet, analizimet dhe përshkrimet e premierave të fundit në Cineplex dhe kudo, dhe më pas me disa sugjerime që unë dhe kolegu im i përhershëm Edison Hallaçi bëjmë për të gjithë ju që hera herës jeni konfuz, nuk dini ç'të shihni, ju harxhon shumë kohë ky researchi për të gjetur filmin e duhur për të parë. Çdo javë ne bëjmë sugjerime për ju duke ja u lehtësuar këtë barrën. Dhe ashtu siç ju kemi paralajmëruar, dhjetori ka për të qenë sepse kemi ende ditë për të përfunduar ky muaj, një muaj fantastik me prodhime filmash, ka dalë seriale të rinj, filma të rinj, premiera në Cineplex, për të cilat do të flasim pas pak, por mendoj që është edhe një muaj që domosdoshmërisht nga e gjithë kjo atmosfera e festave që tani është në kulmin e saj, të bën që të afrohesh më shumë me filmin. Unë tani kam shumë dëshirë për të parë një film, nuk e di pse, më ndikon edhe kjo çështja e atmosferës së Krishtlindjeve, vitit të ri. Është, po, jashtë është ftohtë, ke dëshirë të rish brenda ngrohtë, shohësh një film. Mua për shembull më ndikon në aspektin që nuk shoh më ato filma thriller dhe problematik dhe psikologjik dhe depresiv, po zgjedh të shoh këto filma të romantik, komedi, diçka më të ngrohtë ndoshta për vitin. Megjithatë, edhe un kam patur këtë ide, po kam filluar të ndryshoj sepse hedh syt nga pema e vitit të ri që kam në shtëpi dhe pastaj dua edhe një gjë kështu që ta balancoj, një gjë të frikshme, një film thriller ose horror, se domosdoshmërisht këto romancat ndonjëherë bëhen edhe çik të tepërta, duke qenë se vetëm të tilla shohim në këtë periudhën e festave. Megjithatë, pas pak do të flasim për një premierë e cila ka mbërritur në Cineplex. Është Avatar, seria e tretë kjo, Fire and Ash, një film që në fakt edhe episodin e kaluar ne folëm që nuk ka nevojë për shumë fjalë, për shumë marketing, një lajm i fundit që dua ta ndaj ose lajmi i fundit që doli tani, po një gjë e re është se regjisori James Cameron është futur në listën e bilionerëve, sigurisht me prodhimin e tij Avatar. As nuk diskutohet që Avatar përgjatë viteve do të kishte një ecuri shumë të mirë, qoftë edhe nga ana e box office dhe fitimeve, por më pëlqen shumë fakti i marketingut të vogël. Mendoj se gjërat e mira nuk kanë nevojë për shumë marketing, nuk është se mua kudo nëpër TikTok e në rrjetet sociale më ka dalur video të Avatarit, mund desh vetë sot për këtë trailer të futesha në YouTube dhe të shikoja trailerin e filmit, pra nuk më është përplasur në fytyrë. Ndoshta kjo pra pak marketing është marketingu më i mirë, po do ta shohim ndoshta pasi të ketë kaluar një muaj, 2 muaj dhe ndoshta mund të rimarrim Klemi në studio të na tregojë mbi ecurinë e Avatarit në Cineplex. Nëse shifrat që padyshim janë të pritshme që do të jenë shumë të mëdha, atëherë kjo teoria jote do të jetë e vërtetë dhe unë në fakt e besoj këtë gjë, sepse domosdo Avatar është kthyer në një prodhim serioz, pra duhet ta kërkojmë, duhet interesohemi, ka kaluar po themin ato klasikët e kinematografisë, nëse mund ta quajmë kështu. Është si ai argumenti që ke parë ndonjëherë reklam për frutat dhe perimet? Jo. S'ka nevojë, nuk mund të jetojmë dot pa to. Mirë, shkojmë tani në një kolon zanore dhe rikthehemi pas pak për të folur më gjëre gjatë për Avatar dhe të tjera filma e seriale. Ka ardhur momenti të zbulojmë premierën më të fundit në Cineplex. Cineplex si ka hera ka një larmishmëri premierash, ama kjo është ajo që po mban vendin e parë dhe po bën më shumë zhurmë, duke qenë se ne e presim gjatë gjithë kohës Avatar të vi në kineman e madh dhe në ekranin e madh. Absolutisht që po, mezi e kemi pritur, duhet thënë, këtë film, i cili ka krijuar atë fanbase-in e vetë dhe padyshim që mezi presin ta shikojnë në kinema e theksoj, sepse mendoj që nëse keni vendosur për ta parë, mos prisni derisa filmi të dalë në platforma të tjera, por shkoni e shikoni në kinema, sepse do ta shijoni shumë fish më tepër, 3D, audio në të gjitha. Ndjekim pak trailerin tani. Filmi i tretë ju fton të zbuloni anën më të errët të Pandorës. Aty ku zjarri dhe hiri ndryshojnë gjithçka. You cannot live like this, baby. In hate. Pushtet. Tradhti. E beteja drejt bashkimit të njerëzve dhe navi. Your goddess has no dominion here. Avatar, Fire and Ash.
në Cineplex Tag dhe QTU. Filmi i tretë nga saga epike Avatar vazhdon historinë e planetit të jashtëzakonshëm Pandora dhe familjes së Navit përbërë nga Jake Sully, Neytiri dhe fëmijët e tyre. Pas humbjes tragjike të djalit të madh, Jake dhe Neytiri përballen me dhimbjen dhe tensionet brenda familjes, duke u përpjekur të rimarrin besimin në një botë që po ndryshon gjithnjë e më shumë. Një kërcënim i ri shfaqet në formën e një klani Navi të quajtur Ash People, se po mendoja me vete nga vjen kjo Fire and Ash dhe çfarë është Ash. Këta që kërkajnë nga Hiri, besoj janë krijuar nga Hiri. Dhe janë një fis luftarak që jeton në rajonet vulkanike të Pandorës dhe përdorin zjarret dhe hirin si simbol dhe forcë lufte, pak më agresiv se vetë familja. Lideri i këtij klani është Varang, i cili sulmon fiset të tjera dhe krijon një konflikt të ri dhe vdekje prurës. Titulli Fire and Ash simbolizon kontrastin midis luftës, urrëties dhe pasojave të asaj dhune, hiri si rrënojë e tragjedive dhe si një shpresë për rilindje. Pra do të shohim në rast se është e mundur që të bashkohen, sepse i gjithë qëllimi me sa lexova i Fire and Ash është bashkimi i njerëzve dhe familjes Navi për të qenë një dhe të vetëm, por me sa duket kanë përveç armiqve të vjetër që me sa duket rishfaqen në këtë sak të tretë, do të kemi dhe armiq të rinj siç janë Ash People. Kjo është gjëja më interesante e Avatar Fire and Ash, nëse në dy të parët kemi patur një konflikt midis njerëzve dhe qenieve të cilët jetonin në planetin Pandora, këtë radhë duket se konflikti zhvillohet mes vetë Pandorës. Sigurisht edhe njerëzit do të luajnë një rol në këtë konflikt, por mbetet për tu parë nëse do të jenë në ndihmë të fisit të mirë, po themi të avatarëve, apo në kundërshtim me fisin e zjarrit. Ti më duket se nuk i ke parë Avatarët? I kam parë, më duhet ta pranoj, nuk jam fan, jam e çmendur e tyre, nuk e di pse. Nuk e di se ti je rob, çfarë shprehje më doli? Ti je njeri emocional. Jo doja të emocional. Dhe për shembull, dy avatarët e parë mua më janë dukur të merrsisht emocionale. Është e vështirë të emocionohesh nga një film me krijesa, me superheroj, me gjëra të tilla, fantastiko shkencor. Avatari e bën shumë mirë këtë gjë, pra është e prekin pjesën emocionale, pjesën e familjes. Unë jam edhe shumë fan se animacionit edhe kartunzave dhe të personazheve, pra nuk më përbën në rast se do shikoja një njeri dhe një personazh siç janë njerëzit e Avatarit që janë fiktiv, ndoshta më shumë do prekesha për një personazh fiktiv, duke qenë se më duken si qenie më të veçanta, të pambrojtura, të vetme, unike në llojin e tyre dhe automatikisht për të bullizuar dhe për mos të. Po, është ajo ndjesie proteksioniste. Por prap nuk e di, s'më ka nuk të ka ngjitur. Jo. Po absolutisht varet se sa depërton, po themi, në emocionet e tua. Megjithatë, kasti vjen sërish me Zoe Saldana, Stephen Lang, Sam Worthington, Kate Winslet, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi dhe shumë të tjerë. Në fakt ka një cast shumë të mirë Avatar dhe bukura është që i ka qëndruar besnik aktorëve kryesor si Sam Worthington, Zoe Saldana, janë aty që nga Avatar i parë, duke thënë se kanë kaluar shumë vite që nga publikimi i serisë së parë, nëse mund ta quajmë kështu, sepse do mbyllet kjo trilogji dhe sipas planeve janë për të bërë dhe 4 të tjerë në një tematikë të ngjashme. Megjithatë, Avatar është padyshim një super film i cili duhet shijuar. Është goxha i gjatë në mos gaboj, diku tek s'jam i sigurt tani për të mos të thënë orën e gabuar, po është i gjatë, është goxha i gjatë. Por është nga ata filma që nuk e ndjen fare dhe është edhe në 3D, që unë i kam shumë qejf filmat në 3D, sidomos Avatari që duhet parë me patjetër në këtë lloj teknologjie. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi për të folur për sugjerimet e mia dhe të Deas.